Fila 24 ka nisur edhe për këtë ditë të premte me një mirëmëngjes me shumë dashuri për gjithë ju që po na ndiqni. Patjetër, mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë të bukur dhe ju ftojmë këtu tek Antioni Gatimit e premte sot. Do të sjellim atë si thua bukën e pashkëve, domethënë bukë e kripur e pashkëve. Dhe sigurisht që do të bëjmë dhe një byrek që nuk do të mungonte, do të ishte mirë sepse me qep të njoma, është koha e qepve të njoma, qep të njoma gjiz, edhe pet të cilat i hapin vetë. Këto janë përbërësit Por për edhe i pjekim pregatitur. me të fshon. E kam pjekur, do me thënë atë mesorin, se do ta bëjë me, si thua, 5 poshtë, një në mes, të pjekur, do me thënë 5 peta të pjetkura, edhe një 5 në kryefare. Shumë i mirë ky byrek, shumë i shishëm, qepët e njoma tani, nuk do t'i zbut në, do me thënë, do i kaloj në tigan, jo s'ka nevoj fare, sepse janë kajtë e njoma, kajtë buta që ato i duam që të kena të freskin e pranverës, jo atë, sepse faktikisht ka dhe në dimër qep, por në dimër janë pak të ashpra bishtat e qepve, dhe ka nevoj që t'ka vërdisen. Ndërsa tani nuk ka nevoj, ma dje e sjellin shumë të shishëm byrekun, edhe sjellin më pranveror, më të lehtë. Ka që bukur se na e përshkruan ti, Kati, ajo të tëfton ta gatua është kështu me i qef të madh, do me thënë. Ja dhe ato shiko sa bukur ngjajnë ati. Bukur ngjajnë, pastaj kështu si sistemon ti edhe i grin imët e shkëlqejnë edhe e bëjnë akoma dhe më të bukur të gjithë procesin e gatimit. Se duhet thënë, gatimi nuk është vetëm me regatuaj. Fillon që aty, kur ne zgjedhim zarzavatet në pazar, duke u kujdesur që të jenë sa më të freskëta, t'i lajmë mirë në shtëpi, t'i grim bukur, t'i sistemojmë në përenët e veta, që aty fillon dëshira për gatimin, për ushqimin, edhe për këto vaktet që ne për fat si shoqëri vazhdojmë t'i kemi të rëndësishme. Pra ne kemi drekën apo orare të tjera të ditës një moment të rëndësishëm për të bërë të gjithë bashkë, fundjava gjithashtu, për më tepër kur kemi edhe fundjava festive, edhe më e bukur bëhet atmosfera në shtëpitë tona, apo kudoje që ju zgjidhni ti i kaloni ato. Ajo që themi gjithmonë e rëndësishme është të kalojmë kohë me njëri tjetrin, të bëjmë gëzuar, të ndihemi më të japim dhe të marrim dashuri. Më të pashtë ato doja të thoja, e të falim dashuri, ashtu sikurse edhe festat fetare përgjithsisht, mesazhet e kësaj natyre nuk i kursejnë dhe na bëjnë të reflektojmë edhe të kuptojmë se sa e rëndësishme është ja dhe ky simboli i vogël i kësaj vezës të kuqe që simbolizon ringjalljen, pranverën, rifillimin, mundësi të dyta. Dhe pastaj për ata që edhe besojnë edhe shumë mesazhe të tjera më të rëndësishme. Atëherë të dashur Anvisa, do të tregojmë mënyrën e përgatitjes së brumit. Nuk është një brum i thjeshtë që bëhet me ujë, me maja dhe me krip, por unë do të përdor edhe qumësh, do të përdor edhe gjalpë, pa tjetër maja edhe sheqer. Ja, ky është një brum i ardhur. Elastik. I luj pak me gjalpë që mos të përdor miell. Miell, po. Ndërkohë ne petët edhe brumin e kemi bërë me miellin ola. Për çdo përdorim. Ja, kështu. Ne sigurohemi ta kemi gjithmonë në shtëpi miellin për çdo përdorim, miellin ola nga kompania Atlas, sepse aq shumë e përdorim, sa që duhet thënë, sot kemi hapur paketimin në fundit, për shkak që jemi në fundjavë, të bëjmë furnizimin për javën tjetër. Patjetër, duhet, sepse ç'është e vërteta ne e përdorim jashtëzakonisht. Sigurisht që edhe nëse na ndodh që nuk e kemi variante të tjera, se edhe mielli bio për shembull mund të përdoret për shumë receta, edhe mielli i picave mund të përdoret edhe për pet nëse na ka mbaruar mielli për çdo përdorim. Sigurisht që kemi edhe miellin e mistrit, pastaj të verdhin edhe të bardhin, po duam të bëjmë të një ëmbëlsirë, se kemi edhe fundjavë festive përpara, një kek të thjeshtë me shije portokalli, çokoladë, vanilje, farina, paketimet e vogla 250 gramshe nga kompania Atlas, i kanë të gjitha brenda, thjesht përzijeni miellin mirë me ujë, me kosa, varet se si ju dëshironi ta bëni kekun, edhe e keni gati për pak minuta të pjekur në furrë. Meqense jemi këtu, Kati mi ka fshehur këto vezë se i ka kaluar këtej nga receta që i duhet, por vezët e para lyen ditën e njëjtë që lan pas, apo jo, vezët e familjes, siç besimtarët i quajnë, nga një për person dhe veza e shtëpisë, ndërsa të shtunën zakonisht lyen vezët e pashkës që do të shpërndahen.
në shoqëri, në farefis, në njerëz të njohur e të panjohur, për të përcjellë edhe simbolin e festës. Ndaj jeni ende në kohë, ne kemi ngjyrosur disa prej tyre, e kemi thënë edhe herë të tjera, nëse doni që vetë të eri të kuqe flak, zgjidhni këtë kokër kuqen, nëse doni t'i bëni me ngjyra, zgjidhni kokër bardhën. E rëndësishme është që të kenë emrin Ovital. E kështu, tani, të përmend pak edhe një tjetër kompani të rëndësishme, që na e kemi shumë për zemër këtu, sepse vetëm na jep shije, po ndonjëherë kur nuk kemi se çfarë të gatuajmë, dim fare mirë që në produktet e mishit, si prosciutra të ndryshme, pancet, kremviçe, salcice, sallami turist, bira gjithashtu, edhe pafund alternativa të tjera, na nxjerrin nga situata. Kemi dëshirë të bëjmë një piknik, pa diskutim që ato tostet e shpejta apo sanduiçet në shtëpi me prosciuthe me sallame të ndryshme shijojnë shumë, ama duhet të jenë tona. I keni të mishrave të ndryshëm, sipas dëshirës dhe shijes tuaj, i keni në formën e krudës apo më të pjekura, të mbushura me djath apo të thjeshta, tona vjen sipas të gjitha shijeve dhe kërkesave tuaja. Dhe Kati e bëri gërshetin kështu. Unë e bëra, por do t'ua prish prap që t'ua tregoj. Nuk e di nëse nuk u pa, si thoni. Po ti pse e bëre kur unë po Po flisja? ja. Ti që nuk ka shumë, prandaj ta bëjmë edhe një herë. Edhe një herë. Që të Atëherë. ndajmë në 4, në 3 më falni. Po, 3. Edhe Ishte ato gërshet. e prandaj se nga që din të bëjnë e zonjat. din zonjat të bëjnë, gjë që nuk është se do na i bëj dëm edhe kjo tani. Jo, s'ka gjë. Kemi punuar edhe një herë brumin. Edhe do ta kemi edhe në recet, besoj, të shkruar Po, të plot, për anë çfarë ju duhet të keni në shtëpi. Përbërësit. Po, përbërësit dhe Ndërkohë që dhe ne do t'i bëjmë këtu, do të tregojmë mënyrën se si do të bëhet brumi, kështu që tani e bëjmë rrethore, ose e bëjmë edhe gërshet, do me thënë dhe në fund fare vendosim një vezë. Si pas dëshirës, mund të bëhet rrethore, do me thënë gërshet dhe e mbledhim, e bëjmë rrethore. Por mund të bëjmë gërshet dhe ta lëmë me një vezë në fund fare. Si ta bëjmë ne, Vanila? si të dëshirosh ti? Si të dëshirosh ti? Ja, do ta shikojmë tani Si të vi, se ndonjëherë është dhe me të qelluar. Si e bëjnë ortodoksët? Ka ndonjë ndryshim nga Shikoj, buka e bëjnë me të dyja mënyrat, do me thënë, bëhet edhe kështu, në këtë mënyrë. Po. Edhe vendosin në vezë Në fund fare. Po. Diku këtu, krijojnë një hapësirë. Në fillim më duket goxha. Edhe në fillim, por edhe në fund. Është shumë mirë duket kështu. Kjo do qëndroj akoma, do vijende? Është mirë të qëndroj, do me thënë. Dhe ashtu, tani vezën, mendoj që ta... Ska gjë, se ne kemi fshirë me vaj këto dhe nuk kanë problem. Rëndësi ka t'i bëjmë një hapësirë. T'i bëjmë një fole, po. Edhe kështu. Do t'a vendosim tek tava. Ta lyemi pak gjalp këto. Që mos të ngjisë. Ose dhe në letër kuzhine. Edhe furrën e pas kemi Por ndezur. para se të ashuanira duhet lyer me vezë. Bukën. Po. Ta. Me vezë, do vendosim një vezë dhe ujë. Kati, ne do ta heqim pas të vezën? Jo, me vezë. Jo, e kuptoj, kur ta vendosim në furrë. Jo, do ta lëm, nuk pëson gjë. Nuk rrezikon të na thjesht? Jo, se është e zjerë kjo. Thash mos ndoshta lëvosh ka. Jo, asnjë gjë s'pëson. Tani, një kokër vezë, me pak ujë, do t'i edhim brenda dhe do ta vendosim. Një kokër vezë të gjithën? Apo vetëm të verdhën? Hidh të verdhën. Hidh të verdhën, na dali të marrin ngjyrë të mirë. Vetëm të E po verdhën. më duhen 2 tasa. Ja, hajde, të hedh pak ujun këtu, edhe hidhe këtu. Këtu ta hedh të verdhën. Bardhën. Qartë. Okej. Kuptova. S'ka besim fare, 3 herë ma thot të verdhën. Jo, mendova se Me që nuk ma the, ku ta hedh të verdhën? në rregull. Edhe ja kështu. Këtu. Bëhet, po, do të ashtu dhe lyje lehtas komplet,
Tani, ne nuk do t'a lëmë shumë, me thënë të drejtën, do t'a vendosim në furqë që të na bëhet, do me thënë të piket. Mirë është që juve në shtëpi, sigurisht që do t'a lëni të paktën edhe gjysmore, do me thënë të marri, të rritë atë volumin. Kjo me njëherë ka filluar, do me thënë, duke qëndruar, fillon që të marrë, do me thënë të rritë volumin. Ju bëjni ashtu si që duhet, nuk e para pregatitëm neve sot, po s'ka problem. Neve mënyrës se si do të bëhet dhe si bëhet u a themi, ju ajo është me rëndësishme, se pastaj pjekja e thjeshtë jemi të kujdesshëm gjatë kohës që piqet të respektojmë temperaturën, kohën, edhe është një proces që ju domosdoshmërisht duhet parë gjatë kohës që ne jemi live në studio. Okej, për kjo do të jam edhe atë shkëlqimin e bukur që buka e pashkës merr kur piqet. Mendoj se është mjaftueshëm? Po. Katerina? Është mjaftueshëm. Pse nuk duhet të na qolloset mbrume pastaj. Shumë duket. Atje i kemi gati. Ne do ta vendosim në furrë. Ta vendosim në furrë që të kemi mundësi ta shohim deri diku të pjekur. Po. Okej. E vendosim në furrë. E vendosim në furrë dhe shohim recetën e bukës së pashkës. Me çfarë do ta përgatisni ju brumin për të bërë bukën e pashkës të kripur? Na duhen 2 filxhan çaj miell, mielli për çdo përdorim, mielli Ola nga kompania Atlas, 150 ml qumësh, do të na duhet 1 lug çaj maja, 1 lug çaj sheqer, 1 lug kafe krip, 50 gram gjalp dhe 3 vezë ovital. Do të bëjmë sot ashtu sikur se e prezantuam, tani është momenti për ta nisur, një byrek me qep të njoma dhe gjith, shumë i shishëm, një recetë tradicionale e cila do të vi me 400 gram miell, 3-4 tufa qep të njoma, në duhen 400 gram gjiz, krip, vaj dhe gjalp. Këto receta tona Katja ka thënë gjithmonë që janë jo vetëm kaq shumë të shishme, por edhe të jetë ekonomike, sepse çfarë ju duhet? Ju duhet mielli, ju duhen qepët, ju duhet gjiza. Se pastaj vaj, kripa, gjalpi, besoj se janë pjesë e shtëpive, nuk po quajmë pazare ekstra. Qepën e kemi edhe të stinës tani, edhe janë dhe shumë të shishme. 2 pet, 2 kemi këtu apo më shumë? 2, 3, 4, 3. 3 më duket. Okej, i kemi, Kati i ka bërë përpara dhe i ka pjekur, do të jenë në mes këto? Po, ajo do t'jesh shtresa e mesit. Bashkë do t'jenë bashkë ato të gjitha. Po, e kuptova. Jo, thash se mos një shtres, nuk do t'i bëjmë shtresa. Tani këtu, do të hedhë kështu vaj, do të hedhë krip, dhe kripa varet edhe nga sasi, do me thënë, nëse gjiza ka kripa po jo, edhe gjizë. I trazojmë. Ate që ju thashë, qepët janë shumë të freskëta, i kemi larë mirë, ma dje i lëm pak në ujë që të iki ajo e qepës, rëndesa do me thënë, edhe shkëlqen dhe shkriferohen akoma më shumë qepët, të pak të 20 minutës në ujë të ftohtë, edhe pas ta i kulloj. E shtrytin do me thënë, edhe ja i kemi gati, nuk ka nevoj që të ka vërdisen. Është si thuash një qep e freskët. Të kënaq ta konsumosh kështu, si që është. Edhe pse mos ta konsumosh me vaj, me gjizë. Po. Si salat me gjizë. Asaj edhe 2 kokra vezë dhe bën omlet. Nuk diskutoj. Nëna tona, gjyshet tona, kështu bënin dikur. Po. Jip një zgjidhje shumë shpejt. Patjetër. Gjërave. Që do të thot tani, neve jakëm këto petët e para. Leta mbajmë pakës këtu, për këto është ajo që themi që hapen vetë. Ta ndihmojmë pak këtu. Ta bëjmë edhe një herë nga ana tjetër, edhe e kemi gati. Shtresën e parë. Tek ajo tava do t'a vëmë Anila. Kush? Tek kjo këtu që... Ti largoj ato? Ti vëna një pecetë? Ja, këtu tek peceta. Pa merak. Mos e shkëput punën ti se... Unë t'a vendosim aty të peceta, edhe të marrë dhe unë këtë këtu se do të... Ja të lëm këtu si përse s'ka gjë.
Ta spërkasim pak me... Me vaj. Zemër, ja. Të rriqe këto Dhe tani ka fshia unë. Se Ka ti praktikja. Me vaj është ajo. Të kam bërë mira këto petët. Edhe, ja. Ashtë vaj donjë që ka jo që të... Si themi ne vaj e ha. Vaj e ha, gjelpi e ha. Ne nuk ham asgjë. I edhim ato që ti ham ne. Pa. Edhe, ja këtu. Iku shtresa e parë. Në regu. Ishe. Kujtoja se hidhja, Anila. Dhe mua më ndodhë njëra shumë. Së dhe mos me salatën, kur ti nuk do të hapësh në të gjithë si përfashën. Po, ndonjë herë... Bënja 3 herë qarë këshu bosh. Tërsa të filloj dalje. Si puna ime. Thash që po bëj. Hajtë ndihmoj. Sa i mirë do bëhet. Asë njërë zasi gjë s'ka zjedurë, e ke lëmë shumë me pra. Me shien e qepve të njoma edhe me gjizë. Mirë është të gjem një gjizë të mirë. Një gjiza në këtë ko do fjallë të themi neve për punë e gjizës. Po kemi, në bulmetrin ne kemi të mirë që është e vërteta. Gjendë, me thënë. Është mjaftueshëm, Anila. Kaqë. Ashtu. Tani do hedhim petët e pjekura, mbi petët e pjekura do vendosim prap gjizë. Dhe në fund do të mbulojmë me petët e njoma. Shko sa shpejt bëhet? Po pra. Një byrek i shpejt. Bëjmë një qikë shtu këto neve. Edhe, kur janë dhe të pjekura, kanë atë shien tjetër. Dhe ne tani këtu e ndim shien. Ti kishim jetë pak vaj, po doja hedhë si për prap një qik vaj. Petës? Mëse kanë dhe lëngë ato. Mësë të këtë rëndi këto? Jo dhe shumë, së është po hajtë në. Faleminderit që. The mund, gjdo bëje mund pa ty këtu. Ja të më gjdo bëje? Asë një gjithë bëjt do të pa ty. Njësoj, do të mbaje me një darë. Duregu njësoj do dilta. Jo, kështu del më i mirë, sepse del më i shishim më i ëmbël nga mbërësia jute. Më ka tja tani. Po jo me, ato the mund, të vërtetë. Ata këthejmë kështu tane? Bravo. Ja, 2 mëndje. 2 mëndje, 4 duar. Faleminderit. Të lëmë shënduar. Kemi 5 minuta ko, dhe jemi mirë për të mbaruar edhe mbylljen e byrekut. Shumë mirë, ja tamam, dhe neve fiksa që do nga duhet. Ashtu. I hedhim tani pak vaj si nga që si hodhëm që parë. Sa mirë bëhet me këtë petën e pjekur. Ashtu, tani, neve këtë petën do të këthejmë kështu. A dhe vendosim ato nga si përra? Nësë do kemi ato koret, ansoret. Ja kështu. Edhe këtë tjetër kështu. Do t'i hedhim. Pak i ndyrë. Kemi ndezur furën më përpara, temperatura 180 gradë, si të gjitha llojet e byreqeve, 35-40 minuta do t'a shikojmë. Në rregull. Hapim edhe tjetërën ku e ka. Kuna i ku pra atë për shumë. Unë për kërkoja dhe thash, ndoshta do t'a lë kati të zbuluar dhe unë akoma se kam kuptuar, se nuk po gjeja petët e tjera, po i paskëquar atje. E qonë nga të anës. Edhe kjo ka ardhur nga nxehtësia. Po, se ka qenë aty në krahun e sobës. Na mori për të dalë, për të pjekur. Ja. Shiko si fluckon, bëjmë flucka, sepse ka ardhur
do me thënë. Nuk ka recet byreku e brumi e të tjera të bëra me mjell, që nuk Ky shkëlqej mielli shumë Ola mirë. të zgjidhduar Tanila. Për Vërtet është shumë çfarë mirë. do gjëje, çfarë do Ola, ja Ola. Do me thënë edhe në greqisht, do me thënë Ola është për të gjitha. Do me thënë Ola, ja Ola, për të gjitha. Tani ka kuptime të ndryshme, Po, por që edhe kjo është një kuptim. Tani këtë unë do ta hedh rrodhosur. Sa më shumë rrudha këtu në qendër. Edhe sa më shumë vaj mbi të. Aj sa duhet faktikisht, jo shumë. Ja. Edhe, shikon tani në vend të veja vash ky. Po të dëgjoj që i theti sa më shumë vaj mbi të edhe, e mori rrugën. Fluturoj. Tani që mbaj dorën unë. Tani bënë. Kemi 2 minuta e kohë, mjaftueshëm për të çuar byrekun në furrë, për të kujtuar edhe një herë. Tu e kemi afër, se çojmë si dikur. Po që kanë patur rezetin e vet ato si dikur okati. Nuk vinë ato vite kanë qenë nostalgji. Do me thënë, tani kemi në shtëpi gjitha edhe përtojmë të bëjmë një byrek. Do bëhej vete, do çojnë në furrë, do mbaj. Sepse tani bën telefoni byrekën, do me thënë tregojnë telefon dhe dalin, edhe ata dalin shumë herë më të bukur nga këto. Sepse janë kështu. Byreqe artificiale. Dërsa këto janë natyrale. Ne kemi naturale në tonat. Ashtu, kështu që. Ndaj bëjmë edhe petët i hapëm vetë, edhe petën e pjekur brenda madje kemi bërë vetë, nuk e morëm të gatshme. Jo. S'ka pse ta marrim, sepse shiko se sa thjesht bëhen, nuk ka nevojë. Do me thënë, këto lloj pet me këtë miell, jo këto lloj pet, po ky mielli të bën këto, do me thënë këto ndimesa që të hapen vetë. Nuk do lodhesh të rish të hapësh shpejt. Jo, nuk lodhesh fare. Ka i bën 4-5 gjithmonë kur bën byreqe dhe ato hapen një herazi lehtë, pa të lodhur, pa të munduar duart, pa dashur të ka byrek më të mirë dhe më të shishëm, më, si të thuash, pa shumë shpenzime, të shëndetshëm, ka të gjitha. E çajmë? Në furrë. Në furrë tani. 80 gradë të ndezur më përpara, 35-40 minuta do ta shikoni ju në shtëpi. Ashtu shumë mirë, Kati çon byrekun në furrë, unë ju kujtoj se ne do të kthehemi përsëri në studio, sepse tani është momenti i një hapësire publicitare. Do të bëjmë brumin e bukës së Pashkës që vendosëm në furrë, do ta kemi në pjesën e dytë edhe besoj të pjekur, kështu që të gjitha këto kur të vim pas reklamave, ju vetëm qëndroni me News 24, ne po bëjmë ca punë shtëpie tani, se jemi bërë me një se shtetuar me miell. Ashtu, kthehemi te ju pas pak. Janë ku jemi, vazhdojmë të jemi së bashku në studio tani më për të bërë brumin. Të tregojmë mënyrën se si do të bëhet përgatitja e brumit të bukës së Pashkëve. Në radhë të parë Anila të marrë të qumshin, unë ta vendos pak të më ngrohet. E do pak të ngrohet qumshin, Po, se e ndeza unë sopën këtu. Okej. Ndërkohë që ngrohet qumshi, ata shohim dhe një recetën çfarë na duhet për të përgatitur bukën e Pashkëve. Shohim të gjithë përbërësit dhe nisim me njëherë nga puna, gjatë kohës që ne bëjmë brumin, do kemi gati edhe bukën e pjekur që përgatitëm në fillim, që ta kishim gati e ta nxjerrim edhe të përfunduar, sepse është vetëm e bukur, por ka edhe vezën që simbolizon pikërisht edhe festën e Pashkëve, bukë Pashke e kripur. 2 filxhan çaj miell, 150 ml qumësht, 1 lug çaj maja, 1 lug çaj sheqer, 1 lug kafe krip, 50 gram gjalp dhe 3 kokra vezë. Vezët, 2 do t'i hedhim brëndat e brumi, një është që do të kemi për lyerje. Për lyerje, por ndërkohë që kemi dhe vezë për të vendosur aty. 2 janë këtu, një për lyerje.
tek ajo që kemi vënë. Ndërsa për tek buka... Këto i kemi bërë ne pra, i kemi bërë që të enjten, i kemi gati. Tjetër gjë këto. Duke justifikuar recetën. Nëse duhet dhe një vezë për dekor, do bëni 4 kokra vezë. Kështu që do hedh pak një sasi mielli një herë, ashtu si gjithmonë, edhe thoni ju pse nuk e sitni mielli. Në radhë të parë nuk ka nevojë që të sitet, dhe radhë të dytë, kur hedhi majan edhe sheqerin dhe i bëni aty përzierje, është sikur, do me thënë, aerosit mielli. Është njësoj sikur po e sitim. Është e ka të nevojshme, do me thënë, ajo sitja, por në momentin, ja, unë këtu kam maja, kam dhe sheqer. Majaja me sheqerin, gjithmonë, si të është, sheqeri ushqen majan, ose majaja ushqet me sheqer. Kështu që e hedhim maja dhe sheqer, pa shtuar kripën, e trazojmë, dhe në këtë mënyrë neve bëjmë dhe aerosjen e miellit. Pa, e kuptaj. Ja, e trazojmë kështu. Edhe qumshi është gati. Ngra. Po. Hedhim edhe krip. Do të shtojmë 2 vezë. Leti provojmë, por jam e sigur për vezët, ashtu si që them gjithmonë, që nuk kanë asnjë lloj problemi, janë koko vezë. Mjafton të kenë emrin O Vital edhe asnjë dyshim nuk ka. Keni bërë zgjidhjen e duhur. Se çfarë veze po përdorni. Qoftë të verdh, qoftë edhe të bardhë vezë. E hedhim dhe vezën tjetër. E trazojmë. Na duhet prapë miell, Anila, se unë kam hedhur. Po e drejtoj. Në rregull. Edhe kam edhe gjalpin atje, që gjalpin me gjalp do ta punoj pastaj, nuk e hetje tani gjalpin brenda. Okej. Sa e rriti volumin kjo buka? Ajo do akoma dhe më shumë do të ariste, Anila, nëse do të lënim në temperaturë të ambientit. Po të linim të vinte më shumë, a? Një 15 minutë, nuk ishte nevojë për më tepër. Shëndet, lafi vërtet. Ai duhet. Jemi live neve këtu, përpara kemi kameramanët. Edhe me të drejtë duhet të themi dhe shëndet faktikisht. Patjetër. Si bashkan? Ja, të hedhim edhe pjesën tjetër të qumshtit. Edhe, si që shikoni, nuk është ajo buka e thjesht, verse me maja, ujë, edhe, si të thuash, krip. Kemi edhe gjalp, kemi dhe vezët, kemi qumshtin në vend të ujit, kështu që na bëjnë bukë të buta, bukë pashke. Edhe pse kripur, që s'ka sheqer, tani unë sheqer kam vënë 1 lugë atje. Mund të shtoni 1 deri në 2 lugë sheqer, do me thënë që të vinë as e ëmbël shumë, por dhe as e kripur. Pak miell, do ta vë tani që ta punoj pak me gjalpin. Do e vësh në tryezë apo aty në tas? Do ta provoj një herë këtu në tas. A ta nxjerrë të bukën e pashkës unë, apo ta ulim të kulloj? Ule dhe pak Anila të kulloj. E kam një trik me merak, se më duket e pjekur mirë. Apo ta nxjerrim? Ja, shikoni gjalpin, të tregoj këtu. Hop. Ja, gjalpin. Këtë gjalpin tani unë e punoj në duar dhe me këtë gjalpin punoj brumin. Që të më hyj gjalpin në brendësi të brumit. Edhe nuk dua që brumi të bëhet akoma më i fortë, kaq. Tjeti but, elastik brumi, në këtë mënyrë, dhe nuk ka nevojë që të punohet shumë thjesht, të përthithi gjalpin, dhe gjalpit duhet vendosur tani në këtë moment, jo që në fillim fare, as të shkrihet me qumshin dhe ta hedhim brenda. Është më mirë kështu, sepse e lë që të gluteni të punoj më shumë, do me thënë të vijë, si të brumi të bëhet më elastik, më mirë. Pa, kuptoj. E pam në fakt që në fillim të emisionit aty ku bëm atë
formën, i dhem formën bukës të pashkës, gërshetin e thënë ndryshe, që kishim një brumë elastik. Pra, kështu duhet të jetë. Një brumë i tillë. Ky tani do ta lëni në temperaturë të ambientit, mund ta lëni dhe një orë e gjysmë, varet që të dyfishojë, është kaq të dyfishojët. Ndoshta dhe më tepër se dyfishi nuk pëson asnjë gjë, përkundrazi bëhet më i mirë, më i butë, më i shkrifët, më elasticitet fiton. Ja. Edhe kështu si e bëjmë paloset, dhe sa më shumë palosje të bëhet, aq më mirë bëhet brumja. Janë sikur bëjmë ato palosjet që e punojmë në tryezë. Kur e punojmë mirë, do me thënë në duar edhe punohet pastaj më mbrapa me gjalpje të hyjë dhe gjalpi në brëndësi, s'ka nevojë që të punohet në tryezë. Direkt tu në enë. Ja kështu, e kemi gati. Ajo që ngelet, mbulohet me membran guzhine, me një pecet guzhine dhe i lëm në temperaturë të ambient, temperaturë të ngrohtë duhet faktikisht, dhe nuk duhet atë që themi gjithmonë, në drejtim të erave, do me thënë që themi në korent, në gjuhën popullore, që mos të ketë atë situash ulljen e temperaturës. Okej, shumë mirë. Tani, me syrin tim, edhe buka, edhe byreku janë drejt përfundimit të pjekjes. Këtë do duhet ta lëmë, si që thamë, derisa të vi dhe pastaj ta ripunojmë, të japim formën e preferuar, të një kurore, të një gërsheti, t'i vendosim edhe vezën e kuqe brënda dhe ta vendosim në furr. Duke u kujtuar që pak minuta më vonë ju do të keni në YouTube, në dy kanalet tona zyrtare, në News 24 dhe në Villa 24, edhe video në ditës së sotme, pa diskutim dhe të gjitha videot e tjera nga kuzhina jo vetëm të këtij transmetimi të përditshëm. Gjithashtu edhe në Balkan Web do të keni recetën, video më shoqëruese dhe fotot ilustruese të përfundimit të dyja recetave për sot, duke dashur t'ju kujtoj që video nis nga bërja e gërshetit dhe vendosja e bukës në furr. Pastaj, në fund, kemi brumin, atë që bëm tani. Ti nxjerrim si jemi me kohën, regjia na ndihmon pak të shohim. Okej, kemi 2-3 minuta kohë, bukurit. Si të na thot regjia, Nila? Kështu na thot. Ashtu thot? Se thot ashtu të nxjerrim me një. Hajde, ikim dhe njëherë, nisemi për në furr. Të vemi në furr njëherë, të marrim bukën, që quam të parën dhe pastaj të marrim byrekun. Ja të shohim se është bërë. Ja, frita gati. Ja, ku e kemi? U poqe para. Shisa e ka rritur volumja, për këtë po thoja pak më herët. Gati ganti dy fishuar. Është nxehtë me kujdes duart. Të marrim atë ashtu. Faktikisht do ishte mirë, Anila, që vezët ta kishin vendosur në një letër. Që mos të lëshoj. Që mos të lëshoj të ka që shumë. Në do të heqim me thika të pjesën e bojës. Po. Që në nëzori. Po, për të qënë të... Nga e ka më mirë atë shumë gjyrë. Në krau tjetër. Ja, kështu është më mirë, mendoj. Tani, të themi diçka që përse na mori ne kjo, do me thënë hapja bukës. Që të dina visat për shumë. Kjo e mori nga temperatura e lartë. Neve, nëse themi 180 gradë, ose 110-200 gradë për të vendosur për të pjekur, ne, për të nxituar pak, të jemi realist, faktikisht, sepse themi sa gjëra që i shofim shumë e si, po që anvisat duhet i din. Nga temperatura e lartë, buka mori me njëherë dhe u hapë. Kjo është dhe arsyeja pse u bë kjo hapje i bukës shumë. Duhet temperatura në 110-200 gradë dhe do të lëni 35 minuta dhe do të keni bukën ashtu si që duhet. Do me thënë një pjekje normale dhe jo kaq me hapësirë të hapur. Do me thënë do të ketë një hapje të lezetshme aq sa duhet. Edhe pjekja do të jetë uniforme. Jo kështu, do me thënë ka marrë një pjekje të tepruar. Me gjitha të, ne e themi shumë shpesh kati që kemi kohën e tillë të kufizuar, pra ne, juve në shtëpi keni 20 minuta, për shembull ne kemi 20 këtu, dhe pa diskutim që duhet ta nisim pak temperaturën, që ta nxjerrim... Por duhet thënë dhe arsyet pse vinë, duhet të jemi të sinqertë në anvisat, sepse unë nuk duhet të jem transparente me juve. Ajo që është gabim, ajo që, do me thënë, të gjitha gjërat mendoj se jam me juve kaq shumë e hapur që nuk e di.
juve më dëgjoni këshillat që unë ju them dhe vërtet do të keni, do me thënë, rezultate shumë të mira në gatimet tuaja në shtëpi. Faleminderit e dashur. Tani kemi byrekun, me qep të njoma, me gjiz, me pet edhe të pjekura, edhe të njoma, me vaj ulliri, e me gjalp. Dhe... Ja, flet byreku s'flasun. Tani nga ekrani po thonë na hapët oreksin me këto. E sa i mirë që bëhet. Shumë i mirë, shumë i mirë. Provojni, gatuajni, thjesht Ky është ajo byreku me lakra që gatoi e varfra. Se ajo varfra s'kishte gjë tjetër veç se lakra kishte. Edhe ne vetëm qep kishim, po. Po doli këto. Duhet ikim. Atëre ju uroj gëzuar pashkët, kalofshi sa më bukur. Unë këtë mesazh do doja të thoshja vetëm, e jipni sa më shumë dashuri që të merrni dashuri. Të gjithë mbledhur dhe kalofshi bukur. Gëzuar Katerin, kalof bukur edhe ti fundjavën, pas të bekuara e të gëzuara, edhe shihemi të hënën në kuzhinë me Katerinën, ndërsa bashkë pas reklamave. Mirupafshi.